Ky emision mundësohet nga Telkos. Përshëndetje me shtretoj Kulinda, mirë se po takomi edhe këtë të shtun. Kësë radhe kemi anë në një fshat të Kaçanikut, jemi në fshatin Begrac. Këtu jemi në shtëpinë e Fari Lushës, i cili na ka mirëpritur sot dhe na tregu pak më shumë rreth pasionit të tij për zrugtarin, se ka trashëguar këtë profesion me qujt kështu, kuën sa ka qenë mësues, si ka qenë jeta e tij, e sot ne do të ndalemi për vizitë tek ai edhe më na tregu pak më shumë rreth rrëfimit të tij. Tash jemi në punë të ri, qështë edhe ju paralajmova pak më herët. Jemi bashkë me Farin, faleminderit shumë që na ke mirëprit sot në shtëpinë tonë dhe më na tregu pak më shumë rreth pasioneve të tua në zrugtari. Po unë si fëmijë i kam ndihmu prindit. Jam i bindën që nga mosha 10 vjeçare kom nejt këtu me prindin edhe kom përcjell se çfarë veprime po ban këtë punë të ri, çka po rregullon asi. Edhe si fëmijë më ka tërheq profesioni ti, megjithëse nuk kom kalon fort ku ka mendu se o rrezik me punu. Ka rujtë, a? Më ka rujtë nëse. Po që nga atëherë më ka metë si pasion kjo Prej moshës 10 veprimtari. vjeçare. Prej moshës 10 vjeçare kam qenë aktiv kështu me prindin këta. Tash sa vite të bënin që merresh me këtë punë? Po tash pibaj 50 vite ma tepër që pibaj që jam të marrë me këtë veprimtari. Megjithëse një kohë në arsim jam konë, por çdo herë mas punës kur s'kom hinë shpe pa orë me hinë punë të ri me përcjell gjendjen që shoh. Pse qatë ka bo me dosh këtë profesion ka të shumë? Po edhe kam trashëgim për prindit, edhe më ka tërheq. Kom pas gjithmonë atë kur rreshtin me rregullu diçka me ndrejtë. Tash në punëturin që jemi, është trashëgimi prej babait tënd. Po. Sa vite është e vjetër, të gëna ke ndryshu diçka? Po i kam mbi 70 vite kjo punëtëri. Është në njëjtën gjendje? Është në njëjtën gjendje që e kalon prindi. Edhe s'kom desht, kom pas mundësi me bë do modifikime të punëtërisë, po nuk kom desht qëllimisht se po mendoj talon si muze në Darman, me gjitha këto mjetet që janë. Përveç teja, ka pas dikush tjetër që ka qenë interesuar në atë periudhë me mësu zrugtarin, edhe bashkë me ty ka ndjek mësimet prej prindit tënd? Jo, më thënë drejten, si profesion unë zhdukje e si për kë. Po mu më ka metën si fëmijë atë edhe që kom dakur, a nuk ka interesim prej gjeneratës re. Tasha e ka trashëgu dikush tjetër prej familjes tënde? Jo, përveç me... Je i vetmi edhe brezi i fundit brezi i fundit që mirë me këtë profesion. Cilat janë këshillat që babait t'i ka jap lidhje me këtë profesion edhe që gjithë të binë ndërmend sa herë që e merr me punu? Po këshillat e tia primare kanë qenë me i rujt mjetet e punës. Ai kur nuk ka leju me në shumë tokë një mjet që e ke përdorë ti, po prej nëse ke kry veprimin me atë mjet, u dash me vendos në të varëse që janë këto. Kur nuk ka leju me në shumë tokë mjetet, edhe këshilla e ti tjetër ka qenë që me qenë i përpekt me njerëz. Edhe mi s'karu gjanat para se me Nis punën. Nis punën që mos me pas kur probleme njerëz. Edhe mos me afshty dot, atë? Jo, edhe më thënë drejten,
edhe plaku edhe une, kur nuk e di që i kom thonë ta përfundoj që të punë, për që ka ditë se ja kom kry njëtën di që i kom premtu. Kjo është veti e mirë, se si të mos mjeshtrit e kanë kështë zakon me ishti gjithë datat e rregullimit, që çfarë këshillë të mirë të kalon prinde. Tregom pak nështë se cilat janë punimet e para që i ke punu vetë, edhe se çka punon sot. Po tash nuk di çka do të me numru për punë që i kry. Punimin e parë që i ke realizu vetë. E kom përmen edhe në televizionet tjera, na si fëmijë kemi pas interesim madh për me rshit me saja dhe me skia. Se edhe veni o i përshtatshëm këtu në fshatin tonë, e prej punimeve të para e di që saj kom rregullu edhe skia. Që nga atëherë mos që kom da kur profesion. Moshën 10 vjeçare ke ditë me realizu një saj, krejt. Nuk e kom bon perfekt që shë desh me bon, po kryesorja kemi kry punë, si fëmijë kemi rshit me të. Pak ka ndihmu baba, kryesorja ka qenë funksionale. Po. Sot çka punon? Po tash bje lloj punime, kryesisht kirre punoj, mlojat bunare, pastaj varse për tesha, tavolina, karrika, zdi, kom pas rast edhe kësi pjata me nrish drunit. Që tash e një ma shumë mut. Këto mi ka lypën ky Fatmir Loshi, aktori, bile ku më ka kërku mja regullu, thash, jo se rrezik është, çdo punë që bëhet me pjesë tim të onë rrezik. Pse kërkon ma shumë përqendrim është? Përqendrim ma shumë edhe mund është me prej naj dorë, na për makinat ndryshme me pjesë tim të. Edhe i thash, nuk pi marroj, tha po ti shka s'po marrën, pse s'po mi marrën. Thash, për shka janë të dytë be burë, tha jam të desh me gjiru një film të kohës vjetër, e mi përdor atë pjata për. Thash, ja për film, për mi pa generatat e ashme se qysh ka një tur të partë tu, thash kam i këpu të didur të pati regullu se la. Arritëm i përfundu? Edhe ja kom përfundu 10 lugë dhe 4 pjata, mu ka falenderu shumë. Edhe kom pas rast në atë serialin edhe malet flasin, e kom pa t'i la një grue që atë ente minja që e kom rrëgu. E ishë knatësi kër e i pashe. Misionin ja ke arrit që me pa dhe fëmija, generatat e reja se qysh jenë shërbyjën ushqy ma heret. Prindrit tanë, gjyshrit tanë, sot sa ka ndryshu teknika prej kur ja ke nisë më marrë me këtë profesion? Po atëherë gati kryesisht janë bo punë kështë fiziket. Tash ka ndryshu, me gjithë se une gati me të njëjtat mjetët që ka punu prindi, punoj edhe une tash. Shumë pak më bje me përdor këtë makinën që është këtu në këtë pjesën tjetër, se janë punë dore kryesisht, për atë edhe quhen punë dore, sepse kryesisht banë me dorë. A ke investu në makina dhe pas dekjes babait tënd? Po makineri të reja? Dë të vogla, po. Po kryesisht i ki trashëgimi? Trashëgimi, se tash e kemi për shembull aparatin saldues, se për më marrë me këtë profesion, duhet me qenë njës edhe i drunit edhe i metalit. Se na këtë rrethin e rrotave bëjmë me metal. Do rrath tjerek, duhet me ditë me punu edhe me të. E kam edhe këta për nxemjen e hekurit aty. Veç ki materiale po besojt mjaftueshme. Për lëndën e parë, çysh ja bën? Lëndën e parë e kemi malin tonë. I kam afër 5 hektar mal. Kur që tërkon s'kom marrë. Jashta kur t'jen puna me punu me drunë të qamit, atëherë duhet me marrë për placet ndryshme. Se këtë bungon, bagremin, arën. Krejti keni në mal? Krejti kemi në mal të urna të kemi. Cili është druni që është ma i kushtueshëm edhe ma i qëndrueshëm për punime tilla, dekore? Druni ma i qëndrueshëm është bungo, edhe bagremi është. Tjertë janë ma të ligë? Janë ma dot janë, në krahasim me këta. Se dhe ata kanë afat qëndrueshmërisë, boll gjatë, po bungo është i veçantë edhe bagremi.
sa mundet me ka një gjatësia një dekore? Për shembull, një person e blen një dekor prej teje, deri në sa mundet me qenë një gjatësia? Po munde shtagën kur ja këmon William Vokerit. Ja dhurat? Po, William Vokerit. Në këtë vete a në vitet e kaluara? Vitin e kaluam. Ja këmon, edhe i këm thonën, thash jam të talon me një kusht, thash që me jetu sa shtaga. Thash sa jetën, thash kjo 100 vite i ka jetë gjatësi shtaga. Thash me qatë kusht që ti mos më malon vetë shtagën, e kesh këta në Vokeri. Përgjigja ati ka veç me kesh, a? Sa mirë që ke arrit me abon një dhurat prej punimeve tua dhe me e ditë edhe aj paka shumë se ka njerëz punëtor në Kosovë që merren me zanatet vjetra. Pra do më thonë një gjatësia po thuj se është mesatare 100 vjetë. 100 vjetë drumi bungut që se the në qëllëmeshta e nuk prishet. A varet pak në ashtë edhe për mirëmbajtje se qysh kujdesemi për to? Nëse qëndron ma shumë nuj ose diçka, mundet me u prish? Po, nëse nuk kujdesesh për shembull nën stop e len ujë e nuk kujdesesh me dhënë herë ngjyrë ose lak pa ngjyrë për me mbrojt prej lagështisë, ai mundet më dëmtu. Edhe ka e gjatësi më të shkurtër. Në objektet mbyllura nuk prishet kur. Cili është punimi më i vështirë që ta kanë kërku për dekor? Po punimi më i vështirë ka qenë ajo na i thujmë qeze pajtan. Ata kum pas pak ma problem deri sa kom rregullu. Sa orë ti ka marrë për shembull ose sa det me qyt kështu? Ja, një muj e 10 det, 20 det mi merr një punim i tillë. Një punim kaq i madh. Për tjerat më shpejt. Për tjerat ka gjona timta këto kryen më shpejt. Çka punon me më qafte? Prej dekorëve, diçka që ki qef, kështu që spriton heq. Për ti që spriton as të tjera tek që e dënë këtë punë. Ma shumë me kirre, si ka punu prindi ma ti për kirre, më ka met edhe mu. Kirret janë kështu qire për Po, për dekore, për dekore ma shumë i marrën, se tash nuk i përdor ma kush. Asi po për dekore i marrën. Edhe një punim i tillë dhe zgjat dhe një muj. Po, një muj e tepër. Sa është për shembull çmimi ose vlera e një punimi të tillë pse pe di që varet nga masia. Jam t'i dhënë ka 500 euro një kerë, tillë që shepam në barrat. Edhe nuk është çmim i lartë me krahasu me punën edhe që është tamam punim dore prej teje. Tregom pak se çu shkon procedura e një punimi. Fillimisht e vizaton dikon, ose skicën, ose... Me vizatu nuk vizatoj kur. Ta mën zanatli vjetër, a? Ko ta marrë me kry një punë, t'jeni të bindën që ta natën më silët në për kokë, edhe atë idejen e marrë natën të fjetë për shemë dhe qëfar forme me dhana se qysh me punu edhe ndokët që si me bona i projekt, kur dalë nesrit, ta man filloj punën, së ku me pas bon 100 herë njëtën punë. Cili është hapi i parë që e bën këtë? Hapi i parë është me marrë drunin me pregadit. Unë i marrë drunit malë, edhe i thaj minimum 4 vite, 5 vite i lamë, më bon thari aty. Tane e marrë i daj pjesë në makinë aty, edhe fillon procedura në herë që të kokën e bajnë kryesore këta. Pastaj këto na i thujmë spica, ta na këto rrethin një bon, këto pjesë të metalta. Masi ti përfundojmë të, filloj atë konstruksionin e brendshëm. Saj, do më thonë një herë është prerja, pas prerjes, gdhendja? Gdhendja edhe montimin në për vendet e caktu. Pastaj edhe ngjyrosja. Ngjyrosja është e fundit. Japmi paran një lloj i thujnë ferinajs për mbrojtjen e drunit prej brezve të ndryshëm. Pastaj japmi ose sa dolin. Ka njerë që i lypin edhe ngjyrën e plot. Një adhon, varet për dëshirës ati që e kërkon mjerë. Kur arrin me përfundu një punim, që është bënë më ndi? Po çdo ditë që punoj e shoh ato rezultatet e shkon të marrë formën, t'jep një lloj kënaqësie. E ku ta përfundojsh më me ka ketë përfundojnë edhe kënaqësitë. A është e vërtet që thojnë mjeshtri
zanatlia i punës dorës kur nuk arrin me bo një punim të njëjtë me tjetrën. Artist, kështu. Për shembull, gjithë njëri del hala ma mirë, tjetri hala ma mirë, kur nuk arrin me bo krejt njëjtë se tjetrën. Gjithmonë, ku ta përfundosh, lindin dilemat, a ka mujtë më bon kjo në qëtë formë, ose në tjetër, cila është me përshtatshme për synë, ose për qëndrueshmëri e këtë. Kur i qetë si, çdo herë kërkon ma tepër për vetit. A ka pas ndonjë punim që ti ka prish nervat? Që ke thonë çka i bona vetit? Ja, se me të vërtet jam i kujdesshëm shumë. Se nëse se prej hapit parë, nëse nuk i planifikon, se qysh ka me shku rri dhe ati punimi kursën e krynë, se në realizën atë punë qysh dëtë. A ka diçka prej figurave kombëtare për shembull që punoni? Tash e kom pa që kanë hyrë edhe shqiponjat prej drurin, në mod kështu, a të kanë kërku hala njerëz punime tilla? Më ka kërku mja rregullu një kali drumnit, por nuk kom pranu se s'ma ka marrë mena që moj me bon qysh kërkuar, edhe s'kom pranu. Edhe kjo ka qenë njëna prej atyre që e ke refuzu. E tregon pak se sa ja vlen me u marrë me këtë profesion sot në Kosovë. Po nuk di shka më thonë. Nuk është pa lëvërdi ekonomike, po do të me pas nerva shumë me punu këtë profesion, edhe pak ja din vlerën punës dorës këto të ne, sidomos këtu në Kosovë. Se unë kom pas rast me bisedu edhe këta shenë jashtë, do më thënë që të punimet e tua me 2.000 franga, 3.000 franga në Zvicër. Janë ma shtrejnë. Po, janë asë, e këtu më bojnë problem. A mi merë për qefa, nuk e ka këta me majtë familje, por 100 të lashe mi banë, deri sa të dyshme. Kërkojnë pazar me me punimet tua. Sa a mundet një person për shembull që zgjedh sot këtë profesion zrugtarin me mbijetu prej kësaj zeje? Po. Mundet me mbijetu, me majtë familje. Pa kur farë problemi. Do më thonë, ka shpresa edhe për rinin nëse veç dojnë me zgjedh këtë profesion. Qysh e shati që s'po e dojnë ma punën e dorës? Rinia. Po, se di kje gjenerata re janë lanë shumë mas internetit e këtëne gjana tjera, ju do këtë absurde me punu si punë fizike, sidomos këto profesionet e vjetra që janë. E nuk pranojnë, nuk i të rejkë forte. Dhe për ty se zejtar është e dhëmshme kur të shaj që kërkush nuk po e trashëgën ma këtë zeje prej teje. Po që është bën me undi që amanetin e babës tënë veç se ke qu deri në fund me thonë ja ke mësu dhe punën e ti? Jo, unë e një vetën shumë krenarë që e kom vazhdu profesionin e ti edhe me sukses muj me thonë tepër të madhë. E ka kom arrit qëllimin edhe me siguri edhe njerëzit tjerë kur i shohin punimet e mia thujnë ta mani ka ga babës ky, se dhe baba ka qenë mjeshtër me zanë këtë rreth. A të ka ndodhur ndonjëherë mu lëndu në punë për gjatë krejt këtyne viteve karrierë? Jo, a lëndimet vogla për shembull do gritha na përdura se atë s'nalën kur, po pjesa dërmuese njerëzit që punojnë me makina ose si kanë gishtat ose dorën ose unë deri tash nuk kom pas asnjë aksident tjetër. Fatmirësisht. Po. Sa ori kalon ditja në punëtëri? Po tash, mosha e ban të vetën. Se përpara se jasham në mëngjes veç bukur, kom hangër deri në mramje kom nejtë. Ke punu të ditën? Tash, kështu orë punoj, se nuk po moj me punu shumë. Fatmirësisht ende shnetën e kjo dhe vazhdon këtë profesion, bashkë po dalim pak edhe po e shohim edhe bukuritë e oborrit edhe si qysh e ke rregullu me gjanat i cilat i ke punu në këtë punishte, edhe po flasim pak edhe për periudhën sa ke qenë në Sinvans.
Këtu në dorë kam disa prej fotografive që Faria i ka bashkë me nxënësit e tij dhe kolegët. E përmendëm qysh në fillim që ka qenë mesëndhënës. Tregona pak për rrugtimin tënd në botën e arsimit, kështu. Qysh ja ka fillu? Po na kemi fillu në kohën më të vështirë, kur kanë qenë nxënësat larguar prej objekteve shkollore. Kemi punu në qatë fazë pa tarna kemi punu. Edhe më të thonë drejtën unë si mjeshtër, tanë ditën kom punu të shkolla, të përgadit karrika, banka për nxënësës se s'ka pas. Më ka ndohë deri në 12 natës, deri në 1 natës kom punu. Përveç procesit që morë, deshtë më marrë edhe me mirëmbajtje të shkollës. E ke rregullu klasat për me zëvendësu klasat, me thonë kështu. Po, se nuk ka pas ujë për nxënësa. Para se me mbri këtu, cilin drejtim e ke zgjedhur për studime dhe se qysh kanë shku studime, çfarë kujtime ke? Unë shkollën e mesme kom kryer në Kaçanik. Edhe kemi përjetu momente shumë të vështira se në qatë kohë o kanë prishë edhe hekurulla për shkak të vërshime, se o të ishme me tren. Dalshme në Stago, 1 orë kemi pas deri të stacionit trenit, edhe ta na shkojshme me tren në Kaçanik. Po në atë kohë, unë ndërprej edhe treni, çdo ditë kom alltu 2 ora, ne edhe 4 orë në ditë i kom bërë rrugtim në shkollë të mesme. Mas shkollës mesme tani kom shku ushtar nere, kom kry shërbimin ushtarak në Zagreb. Mas shërbimit jam regjistru në fakultet filozofik atëherë, tash po quhet fakulteti filologjik, degën letërsi edhe gjuhë. Çka të bani me zgjedhë gjuhën shqipe? Që dje kom pas marak, si nxënës kështu. A ka të ndiku pak edhe ajo shtypja që u konë të qenën të pushtum? Po normal që janë mbledh shumë faktorë për më drejtu në atë drejtim për shembull që kemi marrë. Që shtatën studimet? Mirë kom shku. Po në vitet e fundit, të na mëra me punu edhe në arsim, edhe kisha punë të fushës, plus dhe obligimet që i kish plaku dhe shke minimu pa tjetër, e të na për diplomim ka shku marzhak, ka shku punë. Na gatë? Po. E se kujtimet mira, më thënë ja ke dalë? Po, medalja kemi dalë, edhe më thënë drejten, knasia me madhe jamja ka qenë që kur problem një teme s'kom pas as shkollë të mesme, as fakultet, as shërbim ushtarak që kemi qenë këtë kombet e Jugoslavisë, nuk kom pas mos marrëveshje me asnjë njeri në jetën. Djalë i mbarë për familje, pastaj edhe me dhonë mësim këtu në vendlindja, po? Po, në Begraz kemi punu pjesën kryesore, 1-2 vite jam konë, 1 vit jam konë në Relezaj, kom punu me cikël lartë, edhe 1 vit kom punu në Rkogja, një paralele dame shkollës dhe gona atje. Ta në vitin 2007, jo kom këthy profesionit të. Më të thënë drejten më patën largu për bindje partijake prej shkollës. Në vitin 2007? Po, edhe mo jam orientu profesionit që kom pasë. Zdruksarin? Po. Edhe pse ke shërby në një periudhë, do më thonë gogja të vështirë, kur janë konë shtëpit shkolla, edhe pak mbas luftës. Tregëm se qysh, ose e kujtën atë periudhë, çfarë kujtime ki? Po për kundër vështërsive të mëdha, jam i bindën që harmonien që kemi pas në kolektiv me zveti, aja nuk sot mungon, se bisedoj me njerëz, nuk është aja harmonia dhe aja vullnet që kemi pasur në atë kohë. A ka qenë pyetje presioni i pushtuesit, që shumë ma mirë kemi kaluar, edhe nxënësat, respektin e kemi pas, ndërsjellët edhe me nxënësa. Unë jetë me nuk e di që kum idhnu një fëmijë në shkollat, edhe sot kam raporte, janë rrite, janë martua, se ku të më shohin. Krejt, për shëndetit nuk mungojnë asë një herprit. Sot qysh është pjesën e arsimit, se ne veterani arsimit? Begja është problematike tash që unë kam bindjen
nështë ta gabojve që reformat pak të hershme janë bon në arsim këto. Edhe po më duket që ata sada kudo që po thujnë që janë të pregadit kadra ma profesionale, nuk po dëshmohen në arsim. Jam I bindën që atëherë shumë ma të përpik kanë qenë arsimtartë, edhe se mu për veti po më pengon edhe veshja e mësimdhënësve. Nuk shkohet be me pantall të shkrim para nxënësave, e me lloj. Atëherë ka pas një lloj pendantrije, o ditë ku shumë mësose. Edhe çdo herë në biseda me njerëz ku më thonë arsimtari, polici, ushtari, hoxha, do të me majt vetin pak kështu, me pas hije, me pas kodin e veshjes, jo me shku se kur na nejt vagabant aty në shkollë me pantall të shkrim para nxënësave. Këshilla me vend se kodi etik ekziston, po tash jo secili domethënë po e respekton ato. E përmendëm periudhën e vështirë, sot me të pyet kështu, e tha që i ke kriju edhe vetë karrikjet e shkollës e shumicën e tavolinave në atë periudhë. Sa janë falendërues njerëzit ose nxënësit asaj kohe ndaj teje? Po nxënësat nuk I harrojnë atë punë kur. E kështu në kodët fshatit, bile theshin, si ti merë këtë 30 era, se dikur në paguishin 30 era. Theshin shkon në Lybetel. Unë isha në gjendë 100 marka, se me marka o kona termin zerë, dështë a mërna ditës punëtëri, a shkojshna për 30 marka një muj ditë me punu në arsim, edhe kish njerës që theshin, mi adhon 30 marka shkon në Lybetel. Pse, qa ka pas kuptim kjo? Që kishe për 30 marka shkon, kime punu, se ka që munget, jo, në qatë aspekt dë njerës thësh, po mu së më kanë pengu kur në atë qëllimin tem që e kom pasë. Edhe fjallë që shqiptarëve kështu me qyte, kemi vest keq pa këto që gjithë gjejmë vegza në gjithë sen. Sot qysh është jeta në vendlindje? Po e shijon? Unë është, na e kemi, më duket që ambienti është shumë I përshtatshëm për jetë, po na pengon se na kemi qenë familje shumë e madhe, te na me të thonë kështu thjesht kanë vlu rrugët prej fëmijëve, prej njerëzve, se kemi qenë një prej familje më të madhe në komunë Kaçaniku. E tash prej 18 shtëpive sa jemi këto, 7 jemi këto, tjerat këtë janë shpërngulë, janë Ferizaj, janë Prishtinë, jashtë. Qa ka ndiku? Po kishe po lypin kushte ma të mira, unë s'di qëfar kushte ma të mira, ujësiesin e kemi, ndryqimin e rrugëve e kemi, rrugë të asfaltume po. Kerët me desh me shku, na e kemi pas një rast, gruja këti kushërinit, 35 vjet ka punu në spital Prishtinës, ka otu prej fushës pajtimit, prej Begracën fushë pajtimit në kam edhe ka majtë punë. Tash për gjysë ore më nëshme shkuti me kerë prej këti vende në qendër Prishtinë. Edhe prap janë ndërzu? Po edhe janë ndërzu. Mos pi kuptoj. Qa ka të veçantë në këtë fshat që të bën ty me dashtë ka shumë që I ke qëndru besnik përkundër këtyre tjerëve që janë largu? Po mu ma shumë të rrek ambienti përshtatshëm, jeta e fshatit. Sidomos në pranverë, na u knaqim sot. Edhe se di atmosfera më duket shumë ma interesante dhe jeta shumë më dinamike, më e mirë më duket në fshat se më me him në 4 mure në për qytetin në pes. Qysh e keni ditë zakonshme këtë në fshat? Përveç pjesës punëtorisë? Po tash tregova që gruja unë punë. Na I kemi dë pule, dë zëje. Bashe? Po bashën, si që unë në mëngjes në eri kujdisna për këtë e regulloj. Masi ta me mëngjesit ta me shkoj ka punëtoria, prape për cilë gjendin që është këto ka pulat e shotat e këto krejt që I kemi. Që shtë e kaloj kohën me në ditës, na I kontakt me në I kushere pak. Tash mo kafe në shpis po pikosh, po du të me shku poshtë e kemi një kafe atje. Me shku atje? Dalë me pak atje, haj. Mirë shumë, vende I bukur edhe vende ku me dalë keni mjaftueshëm.
Për fund, prej teje për du një mesazh e përmendet që po të dhimbet ky vend që për shkak që s'ka shumë njerëz. Cili kish me qenë mesazhe e drejtum shikuesve tonë në këtë Po drejtim? mesazhi jam është me desht punën më shumë, e mbi gjitha vendlindjen mos me harru kur, se po du m'ja tregu një thanet vjetre, kish pa shku njënë me djeg një mal, edhe i lajmërën, aty largonë se sante ka me djeg malin, nesër ka me djeg malin e largonë. Nesërit mas e ka djeg, e ka gjetë një gjarë për në djegun shumë, thët të ja ke ndëgju që të këmë thonë me dalë, thët unë e kam temel babe, djeg ne nuk largonë, edhe unë që të kam linë, që të kam e vdekë. Nuk largosh për këti Nuk largohën akur, nuk në shë. Për të malën kiamet, ju kisha lutë që mos më largu prej vendin. E unë të rëj ty një jetë sa më atë mirë këtë në vendindjen tënde, në faqe, me krejt njerëz të rreth që shko ke kanë të jetën edhe punë sa dush paske, mirë po që shumë mirë që e ki vullnetin me punue, se fshati ka të punë të veta. Faleminderit shumë. Me ndërë qofsh edhe për juve faleminderit që keni gjetë ku e keni ardhur, e tash edhe masa Begracën. E një shikues të dashur, takohemi të shtunën tjetër sërish, deri atëherë mirëmbëjtje. Ky emision mundësohet nga Telkos.